se qartë situata paradoksale aktualisht me infrastrukturën dhe energjinë në Shqipëri. Në linjë kam Igli Carën. Igli, mirë se merdhe, deputetin e Partisë Demokratike, ish kandidatin për kryebashkiak në Durrës. Igli, ishe nisur për Tiranë, mu ktheve në Durrës, çfarë ndodhi? Do ndjes, megjithëse unë nisëm në 4:30 nuk arritëm dot, do të dërova të kthehem pa arritur tek mbikëqyrimi i Vrinit, që themi në Durrësakut, dhe do më falni që nuk erdha dot. Por autostradën para se të arrinim tek mbikëqyrimi i Vrinit ishte me ujë këshpërshuar nga njëra anë, kishte bllokim dhe trafiku ishte tepër i rënduar. Do më falni ndjes, por gjithsesi besoj që ato çfarë ka ndodhur sot dhe bisedën në temën që jo keni për përmbajtjen në Durrës, besoj që mund ta bëjmë këtu. Pa problem. Tjetër, jo, nuk është ky, unë doja të kuptoja çfarë është duke ndodhur aktualisht në autostradë. Pra, ky bllokim, Igli, ma krahaso pak, ne kemi thënë është hera e tretë që ndodh brenda një periudhe shumë të shkurtër. Çfarë ka skandaloze kësaj here kjo situatë? Se unë këto përmasa nuk i mbaj mend në Durrës. Durrësi shpesh bëhet si Venecia bëhet. Dhe jo sot kemi parë dhe pamje të cilat dhe me kanoe, po dhe me barka në Durrës. Po i shohim ndërkohë që flasim. Për të pjesës që të duket qesharaket, kjo është një situatë në fakt shumë e dhimbshme. E dhimbshme sepse me mijëra familje të qytetit të Durrësit sot janë në pushtetin e ujit. Dhe është megjithëse për të ardhur keq, dhe këtu nuk dua të ta shfrytëzoj këtë moment politikisht, por ama që të themi të vërtetën, pse ka ardhur kjo situatë, e kemi detyrë. Në fakt, gjithë përfaqësuesit e opozitës, por dhe unë në veçantie kam thënë shpesh që kjo përveç shkaqeve natyrore kam bile gjitha, dhe këtë them me përgjegjësi të plotë dhe do jap dhe fakte, vjen dhe nga papërgjegjësia e drejtuesve, sidomos të pushtetit lokal. Dhe këtu e kam konkretisht me kryetarin e bashkisë zonja Sak. Do jap fakte dhe do ju them që kjo nuk është e rastishme. Durrësi në qindra vite ka pasur shit, pa diskutim. Ka pasur dhe në kohën ku qeverisin demokratët, ka pasur dhe në kohën para disa viteve kur kanë qeverisur socialistët, por kur nuk kanë ndodhur si këto vitet e fundit. Dhe ka një shkak. Ai është hidrovori i Durrësit. Mos harroni, aty ka dy gjëra shumë të rënda sonin. Së pari, për atë hidrovor është një çështje e cila është tërësisht korruptive. Janë marrë $20 milion nga fondet e rindërtimit për të rindërtuar një hidrovor, i cili përveç arsye teknike pra kemi edhe një korrupsion. Dhe mos harrojmë që për arsye të këtij hidrovori të ri, dikur ujërat e Durrësit, flasim për ujërat e larta, çakon një pjesë që kalonin në një kanal që Durrësakët e dinë pranë Varrezit dhe pjesa tjetër që shkonte në hidrovor dhe derdhës në det. Po çfarë bëri kryetari i bashkisë? Atë kohë e emëruar. A përdori një fond $20 milion dhe përdori dhe siç është bërë zakon tani më dhe kanë marrë mësim gjithë nga Rama, e kanë rritur me vendim kolegjial, ja kaluan me Këshillin bashkiak të kohë, i cili ishte tërësisht socialist, kaluan pikërisht $20 milion për hidrovor. Dhe e shtyn hidrovorin rreth 6 kilometra më tut. Dhe kanë bërë dhe dy të thua shkallime në formë soje, të cilat çfarë ndodh? Kushdo e kupton, dhe një njeri që nuk është inxhinier, që në moment që ti një sasi ujë që derdhet pikërisht aty kur e kanë ndërtuar italianët apo është e vjetër, dhe ti është vendos 6 kilometra më tutje, aq më tepër i bën dhe dy tyre në formë soje, është normale të do të llogaritësh sasinë e ujit, pa llogaritur që ka pasur dhe disa emisione të cilët akuzonin firmën Vysat asaj kohe për ngushtime të tubacioneve. Po përveç asaj, 6 kilometra, plus detyrat mjaftojnë për të thënë që është e pamjaftueshme, që të bësh të ndërhyrje, pavarësisht vjedhjes madhe. Pse është bërë? Igli, si është justifikuar, sepse unë dëgjoja edhe Julian Hoxhën, autorin e plugut, i cili fliste dhe ta mbaroj Soni dhe patjetër Igli. Dikush mendoi që në atë vend kur ishte nderdhjet e dikurshme të hidrovorit, ishte do të bëhet porti i ri i Durrësit. Dhe tani ekziston dhe një port privat. Pikërisht për këtë, për një tek të Ramës dhe miqve të tij, dhe të portit të ri që do të bëhet pikërisht ky devijim dhe mos kërkoni fajtor të tjerë. Sot shiu ishte një normal, kishte një sasi për 3 orë, Durrësi u përmbys. Por di çfarë po ndodh tani? Megjithëse ka 7-6 orë që ka përfunduar shiu, aprosisht. Nuk përfitet. Nga dreka shiu nuk kishte më intensitet, sot janë të gjithë zonat përsëri të përmbytura. Dhe kjo tregon që nuk është problemi thjesht është natyra, por është papërgjegjësia e kryetares dhe gjithë stafit të saj. I pash sot në terren dhe kishin bërë dhe një kronikë hidrovori i spitalit. Dhe nuk e di a e ndoqët, por tha një fjali të tmeshme.
ne nuk parashikuam që shiu do të kishte këtë densitet. Po mirë, si ka mundësi të jetë kaq e papërgjegjshme? Dhe këtu janë realisht nervozuar jo thjesht si profesionist politik, po si qytetar. Po si ka mundësi ta bësh të deklaratë? Po ti do të marrësh masat maksimale, sikur tu do të vinë 24 orë shi. Jo për 3 orë shi dhe ne nuk e dinim që do të vinë tek ai shi. Kjo është një deklaratë e cila të bën të ulërisht, të bëhet fjalë për jetë njerëzish. Dhe bëhet fjalë që po të merren masat dhe po mos pishin bërë të ndërhyrje korruptive, sot dhe disa herë Durrësi nuk do të ishte përmbytur soni. Nuk ka rënë një shi i jashtëzakonshëm. Kemi parë në Durrës dikush shir akoma me rresin më të madh, me densitet më të madh, po pikërisht pa përgjegjësia. Dhe unë këtu jam ripërtuar se sot shija qytetar që për të disatën herë, jetë në të tillë situatë. Dhe mos harrojmë që ka dhe dëm ekonomik prapë, se do të mbyllet një komision të cilët do të evidentojë dëmet. Kush do të shlyejë dëmet? Kush do të shlyejë dëmet, Igli? Kush i shlyen këto dëme? Si? Kush i shlyen këto dëme? Se këto nuk janë që merren përsipër nga kompani siguracionesh. Pa diskutim. Sepse nga paratë shqiptare, unë nuk di që kur neve kemi dëme, na dhuron dikush para. Normal që nga xhepat e shqiptarëve, pa nga papërgjegjësia e disa drejtuesve, ndodh pikërisht kjo dhe një gjë tjetër. Duhet kemi parasysh se kemi një ndryshim të ligjit me periudhën tonë, nuk e di kjo keni në studio, po ndoshta kemi përfaqësues të cilët ju kujtohet. Ne, për sa i përket hidrovorit dhe kanaleve të larta të asaj kohe, i kishte në mbi hyrje Ministria e Bujqësisë. Të ndryshuan me ligj dhe ja kanë dhënë bashkisë. Sot ato mund të bëjnë të rrinë dhe 24 orë pa gjuhë, por nuk do të zgjidhin gjë, sepse dëmin e kanë bërë përpara. Dëmin e kanë bërë përpara kur kanë abuzuar me fondet publike, kanë marrë lekët të rindërtimit të atyre allergjive që nuk kanë marrë akoma bonus qerat, të atyre familjeve që akoma nuk kanë hyrë në shtëpitë dhe për të bërë shërbime për miqt e ramës. Kjo është e vërtetë e madhe. Dhe unë kam këtu dokumenta dhe mënyra se si është bërë dhe se sa është fondi. Dhe që ka qenë i para pregatitur i gjithë procesi nga një kompani Invictus me projekt me të gjitha, vetëm për të shërbyer Ramës dhe miqve të tij. Dhe Sako, duke qenë pjesë e bashkisë dhe të asaj periudhe, sa ka qenë kryetare e komanduar, e din mirë që kjo është një dosje e fortë korrupsioni. Dhe besoj që Partia Demokratike do ta çojë deri në fund. Pra, unë më vjen jashtëzakonisht keq, nuk do doja kur ta shfrytëzoja politikisht një moment të dhimbshëm për qytetarët e Durrësit. Por gjithashtu nuk mund të rri pa thënë vërtetën që sot Durrësi u përmbyt nga papërgjegjësia plot. Dikush mundohet t'ia lidhë ryshet se jo, kanalet e urave të larta, hidrovori është përgjegjësi direkte e Sakos. Dhe bilet mos i nxjerrë kot ditën se mund të rri hidrovori sot në punë. Por pikërisht ato devijime, ato kanale të shkurtuara, 6 kilometra të shtuara, 2 pesa, bëjnë pikërisht që satësia ujit nuk mundet do të derdhet në det. Dhe prandaj duhet se sa herë të ketë treshe. Nëse nuk do të bëhet dorë, ne do ta kemi përsëri këtë situatë. Pa llogaritur këto dhe pa diskutim dhe pa përgjegjësinë e punëtorëve të institucioneve të ndryshme. Pa diskutim, por kryesisht vjen nga korrupsioni i madh. Igli, më kujtove abuzimet që janë bërë në fakt me tenderat për hidrovorin. Unë po citoja pak më parë edhe kolegun Julian Hoxha si autor i Plugut, më shumë se një herë ka qenë dhe Plugu në fakt që ka bërë një seri, po themi ne, denoncime. Ka bërë një seri, Sonila, për shkak se këto janë të lidhur me ato që njihet si